Bashkë me tërmetet, qeveria mund të bëjë me detyrime dhe sigurimin e pronave nga përmbytjet. Ministria e Financave ka çuar për konsultim tek institucionet e linjës projekt ligjin e rishikuar për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet, të cilit i bashkëngjiten dhe përmbytjet. Sipas dokumentit që është dërguar për konsultim Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Institutit të Gjeoshkencave dhe Agjencisë së Mbrojtjes Civile, në fondin për sigurimin nga tërmetet dhe përmbytjet do të përfshihen banesat, njësitë tregtare dhe zyrat, ndërkohë nuk do të mund të sigurohen ndërtesat që përbëhen nga argjil apo qerpiç, strukturuar me fibër kallami apo subjektet e lëvizshme. Në rast të tërmeteve apo përmbytjeve do të kompensohen dëmet materiale deri në një mas, por jo dëmtimet fizike apo humbjet e jetëve. Gjithashtu, sendet brenda banesës nuk do të mund të sigurohen dhe as humbjet financiare nga ndërprerja e veprimtarisë dhe fitimi munguar nuk do të kompensohen. Sigurimi i detyrueshëm ndaj tërmeteve dhe përmbytjeve do të vlejë si për qytetarët shqiptar, ashtu dhe për shtetasit e huaj. Kontrata e sigurimit do të përmbajë emrin dhe të dhënat mbi pronën e të siguruarit, datën e fillimit dhe mbarimit të policës së sigurimit, shumën dhe primin e sigurimit. Nëse nuk bëhet sigurimi i detyrueshëm nga tërmetet dhe përmbytjet, disa shërbime nuk do të jenë të aksesueshme për qytetarët dhe bizneset. Këto përfshin shërbimet në kadastër, përgatitjen dhe regjistrimin e kontratave vullnetare të sigurimit, disa shërbime të ofruara në platformën e Albania, si dhe shërbime në qendrën kombëtare të biznesit.